Kam raste për shkak që më thirrin me ato pyetje që the, a më ik 10 kg, po të iki pa problem, po të iki, a mundesh me më ik, është pyetja 10 kg, thon po munda me të ik 10 kg, po nuk të iki për një muaj që shpëdon ti, po të iki për 2 ose 3 muaj, ç'është duhet me bo. E thot pse s'po mi hek bre, hajt bre bëma se e kam një dorë, po që unë po më të ngoj çka dush ti, tani ma sa nejt të ngoj prap. Ç'a të më thosh ti, po thjesht është diçka që nuk bëhet. Çka janë pasojat ta zëm nëse për një me kam sukses e maj dietën ekstreme. Kur po them ekstreme është që njerëz shkojnë shumë shpesh edhe deri në limite ku lodhen edhe bën për me marrë langje ose infuzione të cilat duhet me ringrit energjinë e trupit. Çka janë pasojat afatgjate? Po, thjesht rregullohet metabolizmi në përgjithësi. Nëse veç ke largu sasi të lartë ujit, ti e ki shumë problem mirë rikuperu që ato minerale që e ke largu. Nëse veç mas shpejti që din për shembull të ra peshë është nëse ke dëmtu muskujt, e ki shumë problem me rikuperu që ata muskoj edhe normal që nëse veç një metabolizëm ose një imunitet është ma i dopt, mund me pas pasoja për shembull si ramja flokëve, ndikimi të lëkura, elastiteti i lëkurës, problemet me sy. Në përgjithësim, varet krejt është individuale se çfarë problemi ka. Nëse për shembull ka tiroide ose probleme hormonale, normal që aty din me çrregullu edhe problemet hormonale nëse s'merr mjaftueshëm. Për shembull, vitaminat e dura, mineralet, mundet me ka një mungesë, mundet me rënë anemi, ka plot kundër efekte që mund marrë si pasojë keq ushqyeshmërisë.